që ta meni vesh që për shembull, ky është traileri Arbanës. I Banës, nuk e thras dot Arbana unë. Nuk e di pse nuk e thras dot Arbana. Bana. I ferma VIP. Duket në fakt që është e vërteta që na klipi që e pasan ngordh, dhe ngordhi si vjet fare. Ja 2-3 detaje të vogla do të tregoj për shembull. Se kështu e kanë bërë bukur, nuk e çaj thua. Pastaj kur shkel këmba e kësaj për shembull normale që bëhet një gjë e bukur. Por ajo që do të tregoj unë për shembull. Kjo fillon datën 20 më duket. Diçka e tillë është. Ajo vila ka ndryshuar. Është bërë gjigante fare. Ban mend juve vjet neve për shembull. Kishim kështu ja, një gomedare që lashim atje neve. Si vjet kanë bërë pishinë. 4-2 është pishina, me shkallë, ku ka pasjen ajo, ka qenë një ur atje, një pellgaçe, që vinin ca pesh, ishin ca pesh aty që ngordhën atëhere. Pjesa tjetër që do të tregoja. Ju do një dini për shembull se kush mund të jetë kryeplaku. Po unë kam përshtypjen, çfarë do të kjo ferma VIP? Shpejti thas. Se shpejti, pa. Unë kam përshtypjen për shembull për kryeplak si vjet nuk ka. Nuk ka. Do ta drejtoj vetëm Bana, herë më tani herë këtej. Kryeplak mund të ketë vetëm për pjesën e punës të fermës, po jo të moderimit, që ishte njëna stalla e njëna studio. Nuk do jetë ashtu si vjet. Kështu e di unë, me aq sa di unë. Po do ta drejtoj vetëm Bana, tek pull vetëm Bana. Gjë që unë mezi po e pres, t'ja them me të vërtet, se është format i bukur për të qenë. E kam përjetuar vetë, e kam jetuar deri në kockët. Sfidat që janë, pavarësisht është i vështirë, po që është shumë i bukur. Nuk e di tash se çfarë kanë bërë për shembull me situatën e gjarprinjve, se është tmerr i vërtet me gjarprinj, edhe këtë sfidë e kaluam, një gjë të mirë përfituam që atje, që luftuam me fobinë tonë. Unë për shembull kisha fobi gjarprin, ngordh fare, një tuf min ta kem nëpër këmbë, nuk lëviz. Ama një gjarp për 7 metra larg ta shikoj, edhe pse makina Audi është i mbyllur hermetikisht, unë prap me vrap sa më larg tyre. Dhe kam fobi, ngordh fare, 3 goma kështu, ty të fik në vend. Inshallah kam bërë një gjë për këtë pjesë për shembull. Se isha të smershme, gjarprinj ishin të mërshëm. Ose ve kokën një astek, po që astekut ishte. Atëhere, edhe hidhin naftë e gjëra që hidhin ashtu për ta larguar, po 3 ditë mban të uruar, pastaj vinte prap në për veranë. Por është format i bukur. Gallat është gallat, sepse ka njerëz që kanë ardhur nga maja e Parisit, edhe kanë vajtur në qendër të fshatit. Kanë ata për shembull, do shikojmë shumë në ata që ua mami këtu, ua mami atje, ua mami këtu, ua mami atje. Prandaj them që do jetë gallat. Se për sa përket dinamikave, edhe po s'bën gjë ata dinamika gjë, i trazon Bana ata që është e thekur kjo, është e thekur për këtë punë, për këtë debate, për ta bërë çështjen alarmante. Është e thekur se është e zonja. Tashi shikojmë nëse Zarfazin të Banës do të jenë mos u bëfta emision për Zarfazin, se na kanë dalë vesh gjakna vesh me këta këtej. Po ky mos u bëf për Zarfazin, po tjetë një emision një kështu me harmoni të mirë të bukur. Presim, mezi pres të filloj. I shtylla dhe 3 muaj punën. Se deri në 18 prill është bigu, maron bigun 18 prill më duket. Më duket se po, deri në 18 prill, halli ja 3 muaj me këta, në pasaj do bëj dhe unë pushim. Edi, ciao.